Kamioni përplaset me një avion kaos në aeroportin e Parisit. Një kamion është përplasur me një avion të kompanisë EasyJet në pistën e aeroportit Paris-Orly, duke shkaktuar kaos dhe frikë në udhëtimet ajrore. Incidenti ndodhi në një kamion tip Scania, i cili u përplas me pjesën e pasme të një Airbus A320, i cili ishte planifikuar të kryente 6 fluturime gjatë ditës. Pamje dramatike tregojnë dëmtime të mëdha në trupin e avionit, ndërsa xhami i përparmi i kamionit është thyer nga goditja. Sipas burimeve, dyshohet se shoferi i mjetit mund të ketë shtypur aksidentalisht pedalin e gazit në vend të frenave, duke bërë që kamioni të përplaset me avionin. Pas incidentit raportuar në vend ngjarje, mbërritën automjetet e urgjencës, ndërsa kompania menjëherë nisi një hetim për shkaqe të aksidentit. Avioni është tashmë i bllokuar për kontrolle të rrepta sigurie, duke sjellë ndërprerje të mëdha në itinerarin e fluturimeve. Një zëdhënës i kompanisë EasyJet deklaroi se në momentin e përplasjes avioni ishte i parkuar dhe nuk ishte pasagjer në bord. Ngjarja pritet të shkaktojë një faturë mbi 100.000 euro dhe ka ngjallur shqetësim të madh në radhët e udhëtarëve.